përmend lagjen Malësia dhe tash premton të ta zgjeroj rrugën ku s'ka mundësi aty zgjerimi, për shkak se ka ndërtime. Mandej është marrë një vendim për planin zhvillimor komunal për Serën, Irserën, ku sipas kryetarit dhe atyre që kanë votu atë plan, është paraqit që të bëhet ndërtim. E tani ndoshta ka hasë në kundërshtime nga qytetarët edhe thotë do ta ndrojmë destinimin, nuk do të bëjmë ndërtimin e tjerë, kurse unë pikërisht angazhohem që aty të ketë ndërtim të lartë me parqe, me rrugë, rrugica e tjerë. Sa i përket mësimit gjithditor, fare nuk ka ndërmarrë kur gjë që 4 vite. E tash thotë që do të bëjmë mësim gjithditor që nuk është e mundshme. Mandej, në kohën e fundit, po bën postime që kanë më asfaltu me 10 rrugë në për lokalitetet ndryshme të komunës sonë. Domethënë, është e mundu shumë vetën me premtime, me qëllim që ta kthej vëmendjen edhe ndoshta ta marrin ndonjë votë më shumë, por bëhet pyetja ka do ta marrin atë buxhet. Derisa shumë projekte të cilat i kanë nënshkruar, shumë kontrata të cilat i kanë nënshkruar, nuk i ka realizuar. Unë i kam këto një dosje të këtyre projekteve të cilat nuk janë realizuar, që janë kontraktuar me mbi 1 milion euro. E tani flet për rrugë të tjera në për lokalitet. Po, vetëm pak, je kthe përgjigje, pastaj vijoj me Jakupin dhe... Porçja nuk është destinu nga ne për ndërtim edhe nuk do të jetë asisoj. Ndërtim në kuptimin e porçeve, kopsh botanik, shtigje për ecje do të ketë, po për banim nuk do të ketë. Atë pjesë e kam shpjeguar dhe ndihem shumë rahat me këtë pjesë e dyta, në raport me ato që ne i punojmë çdo ditë në Kamenic, jemi dëshmitar bashkë me qytetarët. 140 rrugë kanë përfunduar, 236 janë nënshkruar, vlera 8.5 milion euro. Ka i marrë parët e kom qeverinë e Republikës Kosovës, e cila ja ka ndo komunës së Kamenicës hiq ma pak se 40 milion euro. Projektet janë projekte kapitale, të cilat dojnë ku e do të realizohen në Kamenicë për qytetarët tonë e do të shohim bashkë me ta. Jakupi, do të kthejmë me... Për flasim për zonën